Zhvillohet Kupa Shqipërisë në Pallatin tonë të Sportit Qazim Dervishi, marrin pjesë të gjitha ekipet kombëtare. Nga ekipi Uni Vllaznisë kemi aktualisht rreth 70 sportista që konkurrojnë në të gjitha kategoritë. Në fakt çdo vit taekwondoja ka një masivizim shumë të madh, normal përveç kryeqytetit edhe në Shkodër, në zonën e Veriut, po përhapet. Kemi formuar ekip në Bushat, ku aty e drejton Nikolin Perzefi dhe Edri Hoti, ndërsa presim që të hapet edhe një ekip i ri në Koprik. Patjetër, pavarësisht se ne kemi nevojë për eksperiencë, shumica e sportistave ndeshen për herë të parë, por kemi sportista që premtojnë edhe për në aktivitete ndërkombëtare. Një arenë festive më tepër se saq është një ndeshje dhe gjithmonë Shkodra ka qenë shumë mikpritse, shumë bukur kemi kaluar, ne e kemi shumë dëshirë që të vimë në Shkodër gjithmonë. Pra Shkodra është dashni, si thonë. Në rrethet e tjera ka filluar duke u rrit masivisht. Janë shtuar edhe palestrat ashtu. Po gjithmonë edhe këtu në Shkodër, gjithsesi e ka sasinë sportistëve që duhet për që të ketë një palestër, por duhet më shumë entuziazëm për të u bashkuar me sportin më të bukur që i përket për artë marciale.